Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Isha ende adoleshente kur e pash këtë gjë. Jo sepse po kërkoja unë diçka më shumë, por sepse ndonjëherë e vërteta të del përpara syve pa e kërkuar apo pa e ditur nëse ti je gati. Ajo ditë kishte nisur krejt normalisht, si shumë të tjera në shtëpinë tonë. Nëna ishte jashtë qytetit, te tezja tjetër dhe ne ishim vetëm në shtëpi. Babi, tezja, që kishte ardhur për disa ditë vizitë. Tezja kishte qenë gjithmonë e pranishme në jetën tonë. Nuk ishte thjesht motra e mamas, por një figurë familjare, e zakonshme, dikush që e përqafoja pa menduar 2 herë. Prandaj ajo që pash më tronditi shumë thellë. Po kërkoja diçka në katin e sipërm. Dera e dhomës së babit ishte gjysmë e mbyllur. Nuk dëgjova zëra të lartë, vetëm një heshtje të çuditshme nga ato që të bëjnë të ndalesh pa e kuptuar pse. Hodha një vështrim dhe pash diçka që nuk duhet ta shija kurrë. Nuk ishte një skenë e qartë, nuk ishte diçka që mund ta përshkruaj në detaje, por ishte mjaftueshëm. Afërsia e tyre, mënyra si qëndronin, fakti që nuk ishte asnjë dyshim se ajo që po ndodhte nuk ishte e pafajshme. Trupi më mpi, u tërhoqa ngadalë pa bërë zhurmë, me zemrën që më rihte fort sikur po më zbulonin mendimet. U mbylla në dhomën time dhe qëndrova aty për orë të tëra. Nuk qava menjëherë. Fillimisht ndjeva konfuzion, pastaj turp dhe pse unë nuk isha bërë asnjë gjë. Më pas një ndjenjë faji që nuk e kuptoja pse më përkiste mua. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Tezja sillej sikur s'kishte ndodhur gjë, babai po ashtu, ndërsa unë i shija ndryshe. Çdo fjalë e tyre më dukej e shtirur, çdo buzëqeshje më rëndonte. Ndihesha sikur mbaja një sekret që nuk ishte i imi, por që më gryente nga brenda. Mendova t'i tregoja mamit. Imagjinova skenën 10 herë. Zërin tim që dridhej, sytë e saj që ndryshonin, familjen që shëmbej dhe çdo herë heshtja fitonte. Jo sepse isha e dobët, por sepse isha e re dhe e frikësuar. Nuk dija kujt i besoja më. Ai sekret më ka ndryshuar jetën. Më bëri të rritem shumë shpejt, të mos shoh më njerëzit bardhëzi, të kuptoj që ata që dua më shumë mund të gabojnë rënd. Dhe që ndonjëherë, heshtja nuk është miratim, por mbijetesë. Sot pas shumë vitesh, ende i mbaj gjërat për brenda. Nuk më dhëmb më sepse kam mësuar të jetoj me atë dhimbje. Ndonjëherë, rrëfimi më i vështirë nuk është ai që ua tregon të tjerëve, por ai që e mban me vete gjithë jetën.